Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin ton Bullet Point, si çdo të shtunë në drek për të folur për ngjarjet kryesore ekonomike të javës. Jemi në shoqërinë e zotit Eduard Gjokudaj, ekspert pranë Altax. Zoti Gjokudaj, përshëndetje, faleminderit që erdhët në Bullet Point. Faleminderit ju. Së bashku me zotin Gjokudaj kemi përzgjedhur 5 tema për të javë, që janë Banka Botërore dhe pensionet tona, janari 2026, aksioni anti-informalitet në ndërtim, koncesionet dhe PPP-t, hiqet kontrata €1, e 4 është Instat rritet pjesëmarrja në forcat e punës pse, dhe e 5 do ndihmoj programi kombëtar biznesi në Bashkimin Evropian, por përpara se sa të fillojmë me këto 5 tema, së bashku me zotin Gjokudaj, ram dakord që me qenë se u miratua dokumenti më i rëndësishëm ekonomik i vendit, që është pikërisht buxheti për vitin e ardhshëm, pikërisht të ejtën mbrëma, pra 2 ditë më përpara, duke u gdhir e premte, nen për nen, donim pikërisht të jepnim një mesazh, por edhe informacion në radhë të parë për rëndësinë e miratimin të këtij dokumenti kryesor ekonomik më kryesorit të vitit të ardhshëm dhe çfarë janë pritshmëritë në lidhje me ekonominë tonë për vitin e ardhshëm, në bazë edhe të kontributit të këtyre fondeve të miratuara para 2 ditësh, praktikisht natën më vonë nga ana e Kuvendit të Shqipërisë. Zoti Gjokudaj, gjykimi juaj. Po mendoj se ky buxhet pati një trajektore të ndryshme në atë çfarë i përket asaj çfarë ishte bërë vite përpara, duke përforcuar politikat e mbrojtjes sociale, duke përforcuar politikat e investimeve në disa sektor që ishin anashkaluar apo nën financuar si arsimi, shëndetësia, për të rritur tashmë cilësinë e tyre, edhe pse problematikat në aspektin e atyre çfarë kanë të dy sektorët në qasjen teknike, natyrisht që vazhdojnë të mbeten, por gjithsesi ajo çfarë e bën të dallueshëm tjetër është dhe pjesa e investimeve kapitale në digitalizimin apo të themi në atë që ka të bëjë jo vetëm thjesht me shërbimet publike, por dhe me prokurimet, duke e bërë më të lidhur atë pjesë që tashmë Shqipërisë nuk i mungon dhe e ka vënë në vende pararoj në rajon, lidhur me atë kuadrin rregullator i cili tashmë ka nevojë pikërisht për këto investime që i mbështet buxheti. Natyrisht që nuk është se janë në atë rrugë që përmbushin të gjitha nevojat apo përmbushin atë çfarë e bën kosto përfitimin e të gjitha këtyre elementeve të tillë që të jetë i dukshëm për qytetar, por i shërben pikërisht asaj qasje që buxheti është në një trajektore stabilizuese në aspektin e asaj çfarë lidhet me konsolidimin fiskal dhe indikon sadopak asaj qasje që ka për integrimin. Po kalojmë, i lutem regjisë, tema e parë. Për sot, Banka Botërore dhe pensionet tona janë të ditëve të fundit, por kanë ngjallur shumë interes disa propozime, praktikisht janë 8, edhe ju në Altax sollët një interpretim shumë të saktë dhe të detajuar të këtyre propozimeve, bazuar në çfarë janë bërë publike tek raporti i fundit i Bankës Botërore. Dhe duhet ta kuptojmë qartë thelbin e këtyre propozimeve, zoti Gjokudaj. Propozimi i parë të hiqet kufizimi 15 vite pune për të përfituar pensionin e pjesshëm. Komenti juaj. Po, ky është ai pragu minimal i cili deri më sot, vajti disa dekada, ekziston për arsyeën e thjeshtë që skemat të kishte mundësi të paguante në mënyrë të tillë që të mos rrezikojë qëndrueshmëria e saj. Mirë po, gjykuar nga ajo çfarë ka ndodhur në harkun e gjithë këtyre 3 dekadave të paktën, dhe sidomos dekadës fundit, kur vetë Banka Botërore me qeverinë miratuan një reformë që bëri një ndryshim të mënyrës së llogaritjes pensioneve dhe të rritjes së përfitimeve, natyrisht tashmë shikon një tjetër element, i cili në fakt nuk është se është evidentuar tashmë, por erdhi momenti për të bërë prezent dhe për të futur në fokus. Dhe ka të bëjë me heqjen e këtij pragu minimal për të quajtur kontribute në favor të përfitimeve. Pasi ka krijuar një problem
me atë kontingent të pensionistëve, sidomos të rinj, që kanë qenë informal, me pjesën e emigrantëve dhe me të gjitha të çfarë ka të bëjë me barazin e pensionistëve, duke mos u dhënë të drejtën për përfituar. Gratë rurale, Atëherë, që është kategori. edhe ato çfarë nuk kanë pasur akses. Pra, të gjitha këto kategori, natyrisht që është me vend që qeveria tashmë besoj do ta fusin në atë çfarë ajo në llogaritë e saj në vitin 2026 me qëllimin që kjo të harmonizohet pasi nuk shikohet si një skemë e shkëputur. Ajo çfarë quhet kolona 0 apo pensionet sociale do të harmonizohet me kolonën 1 duke u ndërthurë me ato 7 masat e tjera të themi, të tilla që nga një anë sistemi ta ruajë qëndrueshmërinë, nga ana tjetër ti parapri atyre problematikave, pasi sfidat tashmë e bëjnë shumë alarmante reformimin e atyre pjesëve që lidhen me skemën. Pra, problemet tashmë janë evidentuar dhe janë shumë të qarta, që kanë të bëjnë me plakjen e popullsisë për shkak të rritjes së jetëgjatësisë, por nga ana tjetër edhe për shkak të emigrimit të moshës që e ndikon jetëgjatësinë në këtë moshën mesatare. Nga ana tjetër, informaliteti i cili nga sa duket tashmë është pranuar nga fakti që nuk është mundur dot, pra duhet një riorganizim i luftës në informalitetit, si dhe në deklarimi pagave, të cilët në llogaritjet tona, bazuar mbi ato çfarë hartojnë organizatat ndërkombëtare, në qoftë se do të luftohet vetëm ky, mund të rrisë kontributet në aspektin afat mesëm nga 20 deri në 30% të tarëve, pasi këtu fshihet vërtet lepuri i madh. Dhe duhet të thënë kjo për arsyeën e thjeshtë se mundësisë për shtuar kontributet. Çfarë është? Është 40% e punësimit informal. Është shumë, po të llogarisim tashme që nuk kemi dhe ca punonjës që kanë ikur. Dhe në këtë moment ky bëhet gangren tashme. Dhe natyrisht që nëse zbatohet mirë e gjitha kjo, do të ulë dhe varfërinë të moshuare, pasi e gjitha qëllimi nuk është thjesht të marrin ca para, por të mos i lërë të ekspozohen në atë pjesën e varfërisë. Janë 2 propozime të tjera që gjallin interes, sidomos edhe tek pensionistët, është folur për të ndryshuar në rritje moshën për përfitimin e pensionit, pra të pragun e sipërm ku të lindet drejta për të marrë pension. 65 vjeç për gratë do të rritet pra nga 60 të shti, dhe 70 ose 72 vjeç për burrat nga 65 që është tani. Komenti juaj. Po këto janë ato që masa që harmonizohen me gjithë çfarë kanë të bëjnë propozimet e tjera, të cilën mbasi do ta përmendim, por unë po e përmend që tani lidhur me pensionet suplementare, lidhur me mënyrën se si do të imponohet pjesës së këtyre kolonave të dyta dhe të treta në aspektin e asaj që vërtet që do të rritet mosha. Por kjo bëhet për arsyeën e thjeshtë se në momentin që këtë heq kufiri minimal, natyrisht që ti duhet japësh qëndrueshmëri skemës dhe efekti është që nisur nga jetëgjatësia, nuk është se humbet ai mosha përfituese mesatare. Pra, llogaritet që mesatarisht 17 deri 19 vite gëzohet pensioni në Shqipëri, duke pasur parasysh rritjen e moshës mesatare për gratë më shumë, për burrat më pak, dhe e gjitha kjo ka të bëjë me atë çfarë jepet në masat e propozuara që të rritet kozgjatja e jetës në punë. Pra, aty janë propozuar disa gjëra që të hiqen ca barriera për moshën e tretë apo për pensionistët, kur ata riaktivizohen dhe futen në frontin e punës, pasi në vetvete Shqipëria ka provuar tashmë që shumë prej këtyre po reaktivizohen për të plotësuar në një farë mënyrë atë që u mungon nga pensioni që po marrin. Dhe natyrisht nëse mund ta gjykojmë edhe këtë pjesën e suplementit i cili duhet sqaruar. Kjo nuk ka të bëjë heqje suplemente, nuk ka të bëjë me pensionet e ushtarakëve, minatorëve. Nuk është se do i humbin. Por, nuk i humbin. Vërtet i marrin me dy themi libreza, por kjo s'do të thotë që si kanë. I kanë për arsye se janë kontribute të tyre që i kanë dhënë dhe tashmë po i marrin. Ose janë ajo çfarë ndodh është për pensionet suplementare të reja, sidomos për në punë si zyrtar. Janë disa kategori që i marrin dhe tashmë çfarë thuhet? Unë do ta heq këtë dhe ti mund të kontribuosh vullnetarisht në këtë skemë. Pra, në një farë mënyre heqja të çfarë ka barë buxheti, pasi buxheti i paguan në një farë mënyre, 25% të deficitit e paguan buxheti, e kemi thënë, dhe i thotë që këtë skemë. Pra, e parë kjo në tërësi, plus me rritjen e moshës, plus me heqjen e disa subvencioneve që jepen për pensionet rurale, të cilat i thotë konvertoj në formë tjetër, natyrisht që shëndosh atë çfarë ka të bëjë me të sotmen, por në aspektin e përfitueshmërisë,
ajo çfarë do ndodhi është që vlen për periudhën mbas 5 deri në 7 vitesh. Pra, përfitimi aktual, nëse zbatohen ato masa i përmendëm, janë për pensionistët aktual, janë vetëm kjo pjesa e heqjes së kufizimit të minimumit 15 viteve dhe rritja e pensionit social dhe ajo çfarë qeveria duket që e ka programet do ta vazhdoj me dhënien e atyre subvencioneve mujore apo dhe pensionit të 13 nëse do zbatohet sipas programit. Urojmë të zbatohet vërtet, sepse pensioni 13 do të ishte një ndihmë reale, jo e vogël për pensionistët tanë. Ndërkohë, specialistët e Bankës Botërore kanë folur dhe për skema vullnetare për emigrantët. Duket një lëvizje interesante, gjykimi juaj. Po, këto t'i themi janë skema vullnetare lëvizëse. Pra, rreth 1/3 e popullsisë aktive është emigrant dhe kjo natyrisht që lejon atë transferimin e kontributeve me qëllim që të përfitohet konsumi këtu. Dhe është një qasje që për shembull Greqia fqinj, madje nga ato çfarë ekzistojnë si praktika, nuk lejon edhe konsumin e pensioneve që jep jashtë Greqisë për arsye se u kushtozon me rezidencën. Kuptohet që kjo është një masë ekstreme, është në gjykatën e të drejtave të njerëzit, nuk flasim për këtë rast, por gjithsesi qëllimi të gjitha vendeve është që paratë e pensionistëve t'i mbajë te vendi tyre pasi janë paratë më vulnerabile ndaj ekonomisë. Shumë e drejtë. Duke qenë se ekonomia shqiptare varet mjaftueshëm nga konsumi, natyrisht që paratë që u jep pensionistëve i merr dhe mbrapsht. Dhe neve në analizën tonë këtë quajmë një provë zjarri në një farë mënyrë, pasi është një përvojë që nuk e kemi, dhe nga ana tjetër gjithsesi kjo mund të rrisi mbulueshmërinë, pra të rrisi atë pjesën dhe mund të ketë një efekt në rritje të kontributeve nga 5 deri në 10%. Por gjithsesi ngelet elementi që sado ndikoj në perceptimin e atyre që pasi nuk është thjesht dëshira apo krijimi disa premisave ligjore, por duhet plotësosh dhe disa kushte, të themi, jetësore, dinjitoze, të tilla që të detyrosh që në thonjza të vijnë këtu paratë. Duket se të gjitha këto sugjerime apo propozime të bankës, të ekspertëve të Bankës Botërore, zoti Gjokuta ju e dini, nuk kanë qëndruar pak me këtë punë, më të gati, ndoshta edhe më shumë se një vit. Gjithë një shtylla e pensioneve private të detyrueshme ka interesin ose vëmendjen e vetë. Neve kemi miratuar dhe një ligj, ju keni qenë aktiv, edhe si Altax, her pas here edhe kompanitë që kanë pensionet skemën vullnetare të pensioneve private, ju kanë konsultuar dhe me të drejtë, sepse ndoshta shtylla e dytë që i mungon skemës së sotme, për shembull që Maqedonia e Veriut që nga viti 2005 e ka realizuar me shumë sukses, edhe Kosova e ka, mund të ndihmojë dhe duket që edhe ekspertët e Bankës Botërore janë që kjo shtyllë e dytë, pra pensionet private detyrueshme të jetë funksionale edhe tek ne. Në gjykimin tuaj do ta miratojë qeveria edhe këtë propozim, pasi u pa që një pjesë e mirë e tyre që janë, si thua, këmbyer edhe si opinione edhe me ekspertët e Ministrisë Financave apo të ekonomisë të mund të realizohen. Po, qeveria e cila përfaqëson mazhorancën aktuale edhe në kuvend, natyrisht që e ka shprehur atë vullnetin, të paktën në aspektin ligjor, pasi miratimi i ligjit ishte pikërisht për të hapur rrugën zgjerimit të fondeve pensioneve private, të cilët në vetvete, edhe pse ekzistonte ligji, nuk i kishte të përfshira gjitha masat në mënyrë që të bënte nxitjen. Mirë po, në Shqipëri, ndryshe nga Maqedonia, mungon ai mekanizmi i besueshmërisë në sistemin financiar dhe aq më pak pastaj në skema të tilla, të cilat i kthejnë mbrapsht ndër vite dhe nuk u japin atë garanci që u japin bankat. Pasi në vetvete një skem e pensionit private përveç se mbulon atë çfarë lidhet direkt me qëllimin, është një sistem bankar, të themi në thonjza, sistem financiar më i mirë pasi ka norma interesi më të larta dhe është shumë i vlefshëm se sa skema aktuale e detyrueshme, pasi fondet e pensioneve të investuara nuk humbasin me largimin nga jeta të kontributorit, por janë fond që trashëgohet. Dhe natyrisht që këtu duhet harmonizuar pikërisht në të tillë kemi quajtur dhe atë analizën kemi bërë, një harmonizim të shëndetshëm bazuar mbi ato çfarë ka rekomanduar Banka Botërore edhe dekadë përpara në aspektin e asaj se si kjo do të
zgjidh periudhën tranzitore, pasi ka një periudhë tranzitore që krijon një vakum në aspektin e fondeve mënyrës së zbatimit, por duhet detyrimisht të jetë e tillë që të personalizohet për kontekstin shqiptar, pasi nga sa kuptohet dhe nga sa kemi analizuar, përvoja maqedonëse është e mirë, por nuk është e zbatueshme ashtu siç e kanë bërë ata. Me lejen tuaj, po kalojmë në temën e dytë, janar 2026, aksioni anti-informalitet në ndërtim. Është një veprim që flitej prej kohësh, duhet të ndërmarrë, formalizimi i sektorit të ndërtimit, mund të jetë ndoshta ndër ndërhyrjet më të rëndësishme fiskale. Sektori i ndërtimit sot është nga motorët e ekonomisë sonë, por njëkohësisht dhe shumë problematik për nga informaliteti i lartë. Në kohën e duar, apo më mirë vonë se kur që thot populli, zoti Gjokuta, edhe në rast se ky aksion ja vlen të jetë një konstante e përhershme, apo të jetë në formë reale të aksionit, pra një përqendrim kontrollesh për disa muaj dhe pastaj një vijim normal të mbikëqyrjes. Po në parantezë do thosha që nëse ky konsiderohet në përmbajtje aksion, pasi nuk ka rëndësi emërtimi, dhe të jetë si të tjerët, kuptohet që neve nuk kemi parë rritje të ardhurat timore dhe stabilizim të formalizimit. Vërtet mund të ulet informaliteti në momentin që bëhet kontroll, për arsye se është presioni direkt, por ajo nuk ka krijuar qëndrueshmëri. Dhe sot aktualisht, edhe pse ndërtimit i është rritur vlera dhe kjo është një nga arsyet pse ai po tentohet të formalizohet nga një qëllim të rritjen të ardhurat, të cilat janë plagë kronike në këtë sektor, nga ana tjetër formalizohet ajo që lidhet me njësinë. Pra, sa punëtor ka? Në ekonomi zë një peshë nga 10 deri në 12%. Në tregun e punës mbulon deri në 200-220.000 persona, të cilët në momentin që këta konsiderohen të vlefshëm, pasi qeveria e paranisi të themi atë çfarë ka ndërmend për ndërtimin, pasi vendosi paga reference. Indikative që janë, por reference janë të tilla që e orientojnë ndërtimin para kohës se të nisi ky operacioni, që shiko ne ta kemi matur tashmë perimetrin dhe duhet luftojmë. Kuptohet që të gjitha këto na tregojnë atë që thamë përpara, që informaliteti ka qenë një betejë që nuk është fituar. Duhet ta pranoj qeveria në aspektin e asaj se momentin do ta luftosh përsëri, duhet të gjesh metoda të reja, por metodat e reja duhet bazohen mbi matje të reja. Dhe në momentin që nuk na deklarohet se kë do luftosh, si, çfarë do bëj risku në këtë rast, pasi nuk mund të sulmosh një industri të tërë në kuadrin e kontrollit, dhe ti thua nga një anë po u bëj dhe paqe fiskale, por nga ana tjetër dhe do vi tu kontrolloj, por nga ana tjetër kemi edhe këtë marrëveshje që ne duam të rrisim pajtueshmërinë tuaj në deklarim. Pra të treja bashkë nuk qëndrojnë dot, për arsye se kundërshtojnë njëra tjetrën dhe përveç se do të orientojnë tregun dhe të mos harrojmë ashtu si është, por ky është tregu që na jep neve një pjesë gati të 30% të kontributeve fiskale në tërësinë e marrëdhënieve që ka edhe me sektor të tjerë. Pra, ti do i bie që të vësh dorë mbi atë deg që të prodhon dhe të ardhurat. Kështu që duhet matur mirë se si do orientohet, të jetë ndryshe nga të tjerët që të fillimi i momentit të transparencës, kush janë këta, i do të kontrollojnë pasi heqje para gjykimeve, qoftë nga publiku, qoftë nga bizneset, i lë të qetë ata që kanë bashkëpunuar me ligjin, pasi nuk dojnë futur të gjithë në një test, ndaj thash riskun, dhe nga ana tjetër, ky operacion nuk duhet të mbyllet në heshtje, pra duhet të jetë një revolucion i heshtur, që do të thotë që nis vërtet me një vrull për të na treguar që qeveria e ka edhe këtë rast seriozisht, lidhet deri diku me amnistin fiskale, pasi ka një qasje që unë vërtet lë të bësh amnisti fiskale, vërtet lë të futësh të më legalizosh dhe disa paratë të cilat ne jemi të ndërgjegjshëm që ka që kemi pasur ato urat e kontaktit për të ardhur deri aty te vendi, por tashmë viti zero në thonjza duhet të jetë i tillë që të jetë vërtet zero. Jo me prapavime, për arsyeën e thjeshtë se përveç lodhjes që kanë njerëzit, ana tjetër duan rezultate dhe pavarësisht se i duan më njerëzme, aksionet i japin këto, por nuk japin qëndrueshmëri dhe kjo është më e rrezikshme. 2 minutat e fundit të pjesës së parë për ta mbyllur këtë temë të dytë. Zoti Gjokuta, sa e përgatitur është administrata jonë tatimore për një aksion të tillë që prek një sektor kaq kompleks dhe informal? Po, të themi që përgatitjen e parë ka treguar me atë që tha dyshemben e pagave, e cila në vetvete nuk tregon një administrim bazuar te risku, por tregon që qeveria ende kërkon të hyjë në marrëveshje me biznesin, tashmë jo të shkruar, por të tillë që i thotë që
unë po të vendos një referencë në sistemet ku ne duam të integrohemi, jo vetëm ato europiane, por dhe rajonale, nuk e pranojnë si logjik referencën për arsye se heqë parimet e administrimit, barazin, drejtësin dhe mënyrën e trajtimit sipas realitetit që ka secili subjekt. Por nga ana tjetër, unë do të thosh asaj përgatitur është administrata në aspektin e heqjes së asaj taksës korrupsionit, pra siç u ul taksa e pasurisë, të ulet dhe taksa e korrupsionit, e cila nuk është ulur, por është strukturuar dhe është bërë shumë e rrezikshme se ka gjasa të dalin nga kontrolli, siç ka filluar të dalin segmentet caktuara. Pra, të gjitha këto kanë të bëjnë pastaj me metodologjinë që duhet të hartohen, me transparencën dhe me mënyrën se si do të ndërveprojnë me publikun në mënyrë të tillë që publiku të kthehet në aleat në gjithë këtë dhe të plotësoj ato deficienca që ka kapacitetet. Aktualisht nuk i ka kapacitetet e duhura për të hyrë një nisme të tillë, pasi nuk na tregon në realitet se po e analizon si pas riskut, por të marrës gjithë industrinë, kjo nuk tregon analizë risku. Kjo tregon që unë dua të krijoj edhe ca të ardhura. Po, marrim pak minuta pushim për mesazhe publicitare zotë Gjokuta dhe po i kthehemi më njëherë pjesë së dytë dhe të fundit të bisedës sot në Bullet Point.